Mirëmëngjes të miqtë e mi të YouTube-it. Sot do bëjmë një rryp për biberon. Mund t'i bëni edhe me 2 gjyra, mund t'i bëni edhe me 1 gjyrë. Atë unë po bëj një tohot, se më duhet për biberonin e besës. Te po me kej pa në buku, se është e behar tash. Atëherë, këto do ta punoj me numër 3. Fillohet kështu. Në fillim do bëjmë lakun, si fillohet kjo, e pastaj bëjmë kështu. Edhe këtë fjen që kemi lënë kështu të gjatë këtu, nga brenda hidhet sipër grepit, kështu. Edhe i nxjerr. Gjithmonë do vazhdosh sipër grepit, e nxjerr. Sipër grepit dhe nxjerr. Sipër grepit. I vëmë rrypet që edhe bironi fëmijës më shumë mos t'i bjerë në shesh, se zakonisht u bjen nga goja dhe u bëhen pis. Nëse që i bla 2 të rinj, tash po ja bëj me rryp. Nuk kështu punohet kjo. Tani shkojnë tani që zonë da niste bibironi, Atëherë, nga ka pjesën kjo, po duket se pas ka një soi, kjo është. Dhe kap nga poshtë. Që mos t'i pengoj këtu sipër. Atëherë. E futur. Siç e thash, fija e brendshme. Gjithmonë fija e brendshme kur do bëjmë këtë model për rrypa, gjithmonë kjo do hidhet sipër grepit. Në këtë mënyrë. E kalojmë grepin fjen mbi grep. Kështu. Dhe të rreqim pak këtu që 3 çike shtrënguar kjo këtu. Bërta do të mja kështu dhe del kjo mate nga sipër. Tani, hedhim prap. Në fillim do ta marrni çik kështu sa të shtrëngoj që mos t'i rrit se pastaj lëviz shumë edhe të mja bezdiset. Ashtu. Tani, edhe vazhdojmë prap shumë lart. E nxjerrim, vazhdojmë lart. E nxjerrim. Ja si mbahet këto kështu. Dalim shumë bukur. Këto rrypat mund t'i bëni edhe me fije të trash kur bëni rrobat e banjës, ose për i pa çantë që jedhin kështu në krah, i bëni edhe të trasha me fije më të trash, edhe dalin shumë të bukura. Shikoni si hidhet? Me dorë kështu. Unë zakonisht nuk kam pasur se e marr direkt me grep, po për t'ju shpjeguar juve. Sot edhe kohën e kemi të bukur, është diell. Sa bukur që doli dhe kjo. Do të kemi kujdes se në herë ngatrohet në vend të marrim këtë fjen këtu, hedhim këtë fjen tjetër këtej. Por do t'jeni shumë të vëmendshëm. Domethënë për çdo lloj modeli që do filloni ose do nisni, do t'jeni shumë të vëmendshëm për ta parë. Se po filluam që filloj shqep edhe fija prishet. Unë për momentin nuk kisha ngjyrë tjetër. Ja bëja vajzës me një ngjyrë tjetër.
pasa. Mund t'ja dhuni edhe me fjonga, po fjonga ka ata, ansone ka ata ashpër edhe i kuran qafën. Kurse këto janë, jo dhe kështu e hodh, jo pambuku, edhe nuk e pengon fëmijë. Unë po thonë se po thoj se një ditë për një ditë janë ndreri pat. Se këto lagë edhe nga jargët. Dole pak. Ta mbaroj këtë fjenë që kam bërë kështu. E do ta kapim. Këtu. Nuk se që bëm në krim tjeshtë shtrëngojmë, e do të shtrëngojmë i qik. Se për ty do të lëvizje, po mos lëvizje shumë. Ka e qik shumë. Ta bim dhe pak. Ta shtrëngojmë pak. Erdhëm këtu tashin e, bëm një zinxhir me këtë, e teqim kështu lart, edhe ta fusim këtu, te zinxhiri, edhe në fund fare e ngjisim pak me ata që përdoret për këto fijet. Se pak do të nuk të bëm shumë që të ngjizi, se po e lau ashtu pastaj shqepen këto. Edhe një. Të me lëshar. Edhe këto pjenë tjetër. Edhe këto e fusim brenda. Dhe një lak. Edhe tani e fusim dhe ngjisim me këta.
Nuk është nevojë ta fusim shumë, po në gjithë ajo. Ai kjo këtu do ngjitet, që mos t'i fia. Dy. Këto është edhe 2 ripat për biberon. Kush është interesuar, mund të pyesi. Se ne kemi dhe nga ato që kapen si ruaz, po nga që janë të forta dhe kur fëmija flë përmbys, kur e vrasin ato ruazat e gjopsit. Edhe ja kam bërë shumë të thjeshta.